Mirëmëngjes Kanada. Mirëmëngjes Kanada. Mirëmëngjes shqiptar kudo që ndodheni, Vancouver, Toronto, Montreal, por mbi gjitha për te oqeanit. Së bashku sot nisim një udhëtim shumë të bukur mediatik, por përpara se të vijojmë, më lejoni që të prezantoj bashkëstarin tim në këtë aventurë të re televizive. Gojard Kodra, një njohës i mirë i muzikës shqiptare dhe asaj botrore. Ka interpretuar artin e muzikës në 30 shtete të ndryshme të botës. Patrioti i madh që ka kontribuar për çështjen e bashkimit kombëtar. Jeton prej vitesh në Kanada dhe tashmë është dhe drejtori Alp TV Kanada. Faleminderit. Tani është rralla ime të prezantoj partnerin time, Mendi Kabashi. Mendi Kabashi, femra e parë shqiptare që ka mbaruar Akademinë Ushtarake në Motenat e Italisë dhe shkollën e oficerëve të Karabinjerisë. Okej, më ndihmo pak lutem se Dhe jam diplomuar për jurisprudencë, e harron gjithmonë Gojard. Kam bërë shumë gjëra unë në jetë. Fatikisht nuk e prisja që të kishe bën këtë shkollimin, po prapë prapë është bonus për ne se unë tani kam një partnere që edhe mund të më mbrojë. Simboli i forcës femrës. Kështu që atëherë prej 11 vitesh jeton në Kanada, ku tani ke ndërtuar një karrierë të suksesshme që besoj të gjithë ndjemi krenar që Mendi Kabashi është një femër dhe një vajzë shqiptare e suksesshme, profesioniste, por pa shuar kur pasionin për artin dhe muzikën. Dhe sot ajo kthehet përpara jush me një emision të bukur të lidhur përmes Alp TV, zemrat e shqiptarëve në Kanada me rënjet dhe krenarinë e tyre kombëtare. Faleminderit Gojard. Së bashku do të jemi 2 herë në javë për të pikërisht si urlidhse, si një dritare për të dhënë lajmet e shqiptarëve nëpër Kanada, kudo që janë, se Kanada është shumë e madhe, ka shumë provinca për ata që s'e dinë, do t'ja u themi gjitha në këtë emision, por dhe për të thënë edhe për dhënë lajme të rëndësishme të Shqipërisë dhe të Kosovës. Emisioni jonë është ditën e hënë dhe të njëjtën, në 8 të mëngjesit. Kështu që për të gjithë shqiptarët do kenë mundësi të arktohen me emisionin ton Mirëmëngjes Kanada. Me temat ndryshme, të ftuar, shumë surpriza, telefonata nga larg përtej oqeanit, do të kemi shumë për të thënë. Por mbi të gjitha do kemi dhe lidhje me shqiptar, do kemi lidhje me rrënjët tona. Kemi një urlidhse me artistët që janë atje, po jo vetëm, me shqiptarë që kanë kontribuar për komunitetin këtu në Shqipëri dhe që janë patriot, se jo. Patjetër, po tani kemi një moment shumë të veçantë, se ne kemi aktorin ton të dashur shqiptar të ftuar në studio, Artan Seikon. Artan Seiko, shumë faleminderit që e pranuat ftesën. Është speciale sot sepse sot ky emision është i mbushur me emocione. Është i pari emision, për më në fund, mas shumë brohorish, ne po arrim të themi Mirëmëngjes Kanada, officially, zyrtarisht, me ju sot në studio. Okej, faleminderit që më keni ftuar, aq më tepër në emisionin tuaj të parë, me këto emocione të bukura. Ju falenderoj, ju jeni që të mirë, jeni vërtet mirë. Faleminderit. Keni ardhur nga fusha të ndryshme, nga muzika, nga ushtria, nga karabinjeria, unë nuk e di që ishte. Ishte nevojë kjo edhe, po, vërtet shumë e bukur. Ju falenderit. Mirë se erdhët. Atëherë, Po njihemi të gjithë kështu nga pak, sa bukur? patjetër. Ja, është kështu do shifemi, domethënë. Patjetër. Emisioni ynë i parë i është kushtuar një event historik për komunitetin shqiptar në Kanada. Inaugurimi të Alp TV Kanada. Por, fillimisht, për ju që nuk ishit e pranishëm në këtë event kaq të rëndësishëm që ndodh për herë të parë në Kanada, kemi për ju një insert. Ju ftojmë ta ndiqni. Themelohet shtëpia mediatike shqiptare në Oakville, Alp TV Kanada.
në një atmosferë të mbushur me krenari kombëtare dhe emocione të forta, u përurua zyrtarisht shtëpia mediatike shqiptare në Oakville, Alp TV Kanada. Një ëndër e kthyer në realitet fal vizionit dhe përkushtimit të dy bashkëdhetarëve të jashtëzakonshëm, Gojard Kodra dhe Andrea Kasneci. Ky hap i madh shënon një epokë të re për komunitetin shqiptar në Kanada, një dritare e gjerë ku zëri, kultura, tradita dhe historia jon do të ndriçojnë më fort se kur. Në ceremoninë madhështore morën pjesë personalitete të shquara, si ambasadorja e Shqipërisë në Kanada, zonja Artemis Kostamallo, konsulli i përgjithshëm i Kosovës në Toronto, zoti Kadri Dakaj, përfaqësues të shoqatave shqiptare, artist, shkrimtar, biznesmen dhe shumë miq që mbështesin me zemër këtë nismë fisnike. Në mesin e duar trokitjeve dhe emocioneve të sinqerta, shiritin e inaugurimit e preu mbesa e mjeshtrit të madh, Mirush Kabashi, një moment që simbolizoi lidhjen shpirtërore midis brezave të artit dhe dashurisë për kombin. Mirëmëngjes Kanada. Mirëmëngjes Kanada. Me një ekip profesionistësh të përzgjedhur me kujdes, Alp TV Kanada premton të jetë zëri i bashkimit, i kulturës dhe identitetit ton kombëtar në diasporë, duke çuar më lart dhe më gjerë emrin shqiptar. Pas ceremonisë, të pranishmit shijuan një koktejl të ngrohtë miqësor, ku ndan ide, frim bashkëpunimi dhe një mesazh i qartë: të bashkuar mund të bëjmë më shumë për kulturën, gjuhën dhe kombin ton. Alp TV Kanada, zëri i shqiptarëve në zemër të Kanadas. Zoti Seko, për 23 vitesh jetoni në Kanada. Çfarë emocioni ju krijon krijimi një media shqiptare në Kanada? Po shiqyr se jemi kaq shumë në këtu në Toronto, akoma më shumë në Kanada dhe nuk kishim një televizion që të më përfaqësonte. Ky është emisioni i parë, krenari për mua. Jam në emisionin e parë të një evenimenti kaq të rëndësishëm. Televizioni i parë shqiptar në Kanada. Wow. Të jep një efekt ndryshe, të flasësh ja u kishte marrë mendja që do flisnin shqip në një media shqiptare në Kanada, do ishte një intervistë sot. Një ditë e bukur nëntori, kështu prak festash nëntori. Jemi gjithë kuqezi në nëntorne, është muaj shqiptarëve. Jo, nuk më prisën mendjen në këtë nivel. Do na bashkojmë, besoj se po. Urojmë. Ky televizion nuk është thjesht një media që pasuron jetën e shqiptarëve në Kanada, por mbi të gjitha një urë e rëndësishme lidhëse me rrënjët me Shqipërinë dhe Kosovën. Ndaj, do të kemi gjithmonë mendimin e bashkëdhetarëve tanë për te oqeanit dhe jemi të lumtur që një figurë e rëndësishme mediatike në Shqipëri si gazetari Marin Mema na ka dërguar një mesazh urimi për krijimin e Alp TV-s. Ndiqni insertin. Ju përshëndes nga një zonë malore të rojeve shqiptare, doja t'ju uroja për këtë iniciativë të re. Shpresoj shumë që kjo të shërbej edhe më tej për komunitetin, për të qenë më të bashkuar, për t'i bërë gjërat bashkë, për të lënë problemet dhe ndasit dhe për t'u lidhur fort rreth identitetit shqiptar. E di që këtu në vendin am ka shumë probleme, por pavarësisht gjithçka ky është vendi ynë. Është vendi që kemi thellë në zemër e në shpirt, është vendi ku na thrasin rrënjët, ku na thrasin lotët, kujtimet e gjithçka tjetër. Ndaj, ju uroj në këtë iniciativë të re, uroj mbi të gjitha që i gjithë komuniteti shqiptar të jetë i bashkuar, sinqerisht e dua këtë me zemër, të mos ketë asnjë lloj ndasie. Më falni pak për frymarrjen e rënduar, por kam ecur
për një rrugë të gjatë, jam në një zonë malore, në një zonë thellë dhe po realizoj një dokumentar. Por nga zemra ju uroj më të mirat, ju dërgoj një përqafim të madh, shpresoj që të keni mbarësi, shëndet e gjithçka ju do zemra, jo vetëm shqiptarëve të Kanadas, por shqiptarëve kudo që ndodhen. Uroj më të mirat për çdo shqiptar të mirë, të ndershëm, shqiptar të vërtet. E uroj me zemër çdo shqiptar të vërtet. Sepse padyshim ata janë shpirti i kombit, shqiptarët e vërtet. Ata që kombin e kanë në zemër dhe e kanë vërtet mbi të gjitha. Urime dhe suksese! Gjatë gjithë emisionit sotëm do të krijojmë lidhje me personalitete të ndryshme shqiptar nga gjithë bota që e mbështesin dhe e vlerësojnë krijimin e këtij televizioni shqiptar. Por për të vijuar me ju zoti Sejko, çfarë programesh mendoni që mund të shtojmë Alp TV Kanada që mund të ishin në funksion të komunitetit tonë shqiptar? Më gjetët të pa përgatitur. Si eksperti kinematografisë atëherë, çfarë mendoni që do të vinte në funksion komunitetit shqiptar në Kanada, por jo vetëm? Unë nuk jam ekspert i kinematografisë, jam thjesht një aktor që kam luajtur disa filma dhe kaq. Dhe pastaj për sa i përket programeve, gjatë kohës që ju ishit duke dialoguar, më shkojnë në mendje që tu ka shumë shqiptarë sukses, më vërtet shumë. Edhe shumë sukses, më janë shumë dhe shumë sukses. Tu ka profesor, tu ka njerëz që kanë hapur ndërmarrje që kanë shumë punëtor, ka shumë, lejoni të them, milioner shqiptar. Po. Dhe ne kemi pa pak me të drejtën, po. Dhe do ishte mirë që ne t'i shohim në televizionin tuaj eksperiencën e tyre, është diçka pozitive për shqiptarët që janë të rinj dhe që duan të ecin përpara, kanë shembull. Ne kemi shqiptar vërtet shumë suksesshëm. Një ide, thjesht një ide. Një ide shumë e bukur, sepse për këtë jemi ne këtu, për të promovuar shqiptarët që kanë ecur dhe shqiptarët që kanë kontribuar për komunitetin jo vetëm shqiptar, më gjerë. Ne shqiptarët bëjmë gjëra shumë të bukura. Jam shumë dakord. Edhe gjërat shumë bukur. Jam shumë dakord me ty. Duke filluar që sot, duke parë juve të dyve, unë them që ne shqiptarët vërtet ditë bëjmë gjëra mirë. Ndërkohë, duam që të na bashkohet në këtë bisedë në emisionin e parë Mirëmëngjes Kanada dhe shkrimtari i mirënjohur Kristaq Turtulli, një figurë e rëndësishme. Kristaq Turtulli është shkrimtar, poet, gazetar, piktor, romancier, shumë i njohur korçar. Fituesi disa çmimeve kombëtare në prozë. Librat e tij janë përkthyer në anglisht dhe është antar i Unionit të Shkrimtarëve të Kanadas. Ndërkohë, unë po bëj një telefonat. Alo, mirëmëngjes nga emisioni jon Mirëmëngjes Kanada, nga unë Gojard Kodra dhe Mendi Kabashi. Mirëmëngjes zoti Kristaq, si jeni? Mirëmëngjes, juve si dukeni? Mirë, tani më mirë. Atëherë, ju ishit me ne në një ditë shumë të rëndësishme, në datën 1 nëntor kur ne inauguruam televizionin e parë shqiptar, Alp TV Kanada, ju ishit pranishëm me ne, i ndat me ne emocionet edhe folët. Natyrisht. Atëherë, do donim shumë që për ata që nuk ishin të pranishëm, të ndanit me ne disa nga emocionet për këtë televizion të parë në Kanada. Çfarë do të thotë kjo për komunitetin shqiptar? Tashim në radhë të parë më lejoni t'ju falenderoj. Në të njëjtën kohë më lejoni që t'ju uroj suksese të mëtejshme. Pasi për herë mbarësi. Tani, unë isha i pranishëm në aktivitetin mrekullueshëm, shumë kuptim plot, shumë insifikative, sepse edhe përjetova dhe i ndjeva të gjitha ato emocionet të asaj dite të bekuara. Edhe i shfaqja ato emocionet dhe mendimet e mia. Por unë shoh të arsyeshme që atje ishte një pjesë e përzgjedhur e njerëzve të cilët e panë ju të arsyeshme të mirë pjesë dhe ishin njerëz që e justifikonin atë besimin tuaj.
Tani, për sa i përket këtij televizioni të ri në Kanada, ishte një domosdoshmëri, ishte një kërkesë imediate e kohës. Pse e them këtë gjë? E them për vetë faktin që në Kanada ka ardhur një emigracion i kualifikuar. Sepse shumica dërmuese që ne kemi aplikuar, më thënë pothuajse nuk 90% janë me shkollë të lartë. Personalitete të cilët kanë bërë vend edhe kur ishin më mëdhe. Pra, derisa këta njerëz që ardhën këtu, futën në jetën e përditshme, u ingranuan në proceset e Kanadas, janë shumë specialistë, inxhinierë, mjek, juristë, krijuesë, artista. Ishte e domosdoshme që në këtë mjedis të kualifikuar të inteligjencës shqiptare të ingranuar në Kanada, ishte domosdoshme që të kishte një televizion, që të kishte një mesazh, që të kishte të përçonte të gjithë zërin e këtij kualifikimi që kanë shqiptarët. Do ishte domosdoshmëri. Kështu që prandaj them që ishte një kërkesë e kohës. Dhe e shoh që ky televizion duke parë edhe sa programe, edhe atje mjedisin që ishte një ambient shumë i kulturuar, një ambient me vlera të rëndësishme, sepse në fillimi mbarës gjysmë e punës. Dhe fillimi që e pash atje ishin edhe juve, qoftë dhe Ardin, që është njëri mrekullueshëm, një muzikant i talentuar, një njëri me vizion shumë të thellë dhe me lartpamësi. Gjithashtu dhe juve, vajza e të madhit aktorit të pavdekshëm Mirosh Kabashi, po njëkohësisht edhe tek ju, edhe taj djaloshi, pashë të përkushtuar, të talentuar, që do të jeni një asambër shumë i bukur, shumë domethënës në atë program dhe në atë grup të cilët do të duhet edhe patjetër të shfaqni, manifestoni një kulturë dhe një zhvillim dhe një mesazh të rëndësishëm jo vetëm për këtu në Kanada, jo vetëm për këtu në Toronto, por është e domosdoshme duke krijuar një vizion bashkëkohor, ndoshta edhe më shumë, do të jeni që të përçoni komplet tërë këtë mendësinë e kulturuar kanadeze. Jo vetëm tek këtu, po gjithashtu edhe në Amerikë, gjithashtu edhe në Shqipëri. Edhe shqiptarët që janë në Mamëdhej kanë nevojë të mësojnë, kanë nevojë të nxjerrin, kanë nevojë të dinë që çfarë ndodh këtu në Kanada, në këtë vend. Si janë agronuar njerëzit, si po aplikohen me këtë gjë. Gjithsesi duhet mësojnë shqiptarët. Jo vetëm shqiptarët në Shqipëri, po edhe kudo që ndodhen në botë. A mundëm të bëj vetëm një ndërhyrje? Po. Tha diçka shumë të bukur. Ne dim shumë për shqiptarët në Shqipëri, ata nuk dinë për ne. Kjo do jetë ura lidhse në një farë mënyre, sepse kemi mbetur si enigmë për diasporën, për shqiptarët që janë kudo në botë. Shqiptarët nuk dëgjojnë shumë. Le të jemi ne të parët pinjollët që do ta bëjnë këtë ndër realitet. Të dëgjojmë të shkëmbejmë mesazhe nga të dy anët, jo vetëm ne juve, po edhe ju neve. Ai është misioni, po unë kam një pyetje për të nderuar. Neve në studio sot kemi edhe aktorin ton, mikun ton dhe aktorin e minjohur Artan Sekun. Dhe jo rastësisht neve sot në skenar po startojmë këtë emision Mirëmëngjes Kanada me artistë. Si e shikoni ju këtë televizion? Do gjerini hapësirë që njerëzit e artit bashkohen në Toronto pranë televizionit Alp TV, edhe pse jo të keni një orë që të fokusohet në emisione të poezia, edhe të filmat shqiptarë? Më lejoni të vazhdoj? Po. Unë e takova të zotëninë kur isha atje. Ai ishte fjalë pak, por ishte njëri i mençur dhe kishte një botë të madhe shpirtërore. Ai sa bisedova, sa e takova.
Ajo ka një background të tjerë në fushën e aktrimit. Dhe ne kemi nevojë për aktorë që kanë një background të madh në të shkuarën, por ata gjithmonë aktorë mbeten, artistë mbeten, me botë të madhe shpirtërore. Edhe ne si shkrimtarë kemi shumë nevojë për aktorët. Po jo më kot ja dhash edhe librin vajzës Mirushka Bashit, Lëvilim me poezi, sepse më thënë, gjithmonë tash nuk është vetëm të jetë vetëm e lajmeve. Ky është një televizion që ka marrë një mision shumë të rëndësishëm për komunitetin shqiptar, jo vetëm këtu, por edhe në Shqipëri. Edhe juve kapët shumë mirë dhe vajza kapi shumë mirë që është thellësisht e rëndësishme që ne t'ju tregojmë në shqiptarëve kudo që janë në botë potencialin intelektual shqiptaro-kanadez. Duke qenë ky televizion, do filloj të luftoj edhe asimilimi, sepse është një problem shumë në rëndësishëm sot. Unë e kam bisedova në fillim edhe Ardi, që është janë shumë i zgjuar, edhe përshëndes për lartpamësinë e tij, por këtu ka shumë fëmijë, edhe jo vetëm këtu, por do që janë asimiluar, që nuk dinë një fjalë shqip, nuk lexojnë, kanë vajtur në universitet edhe vetëm nuk dinë të flasin. Atëherë është detyra e televizionit, të cilët po e përgatiten me Show Vision, ai grupi juaj atje, që të mbajnë të ndezur gjuhën shqipe, të mashohet. Do krijojë të ato ambiente të bukura, do të thithë fëmijët, rinin, që të cilët do jenë ata që do të jenë promotorë dhe të mbahet e ndezur gjuha mem, gjuha shqipe. Gjuha shqipe kur nuk duhet shohet sepse është një gjuhë e mrekullueshme. Pikërisht, prandaj dhe unë vazhdimisht kam shkruar dhe do shkruaj në gjuhën shqipe, sepse jam biri i atij vendi. Jam rritur atje, brez pas brezi kemi luftuar për gjuhën shqipe. Nuk duhet të asimilohet. Të lumë goja. Prandaj përshëndeta. Shumë televizionin, sepse ky televizion do lozë një rol të jashtëzakonshëm për ta mbajtur vlagën dhe zjarrin e gjuhës së mrekullueshme shqipe. Zoti Turtulli, ne do kishim shumë dëshirë që shumë shpejt na bashkoheshit në studio për të folur më shumë për ju, për karrierën tuaj, po dhe për shqiptarët dhe për rolin e këtij televizioni tek shqiptarët që mendoj që shumë faleminderit që ishe pjesë e emisionit ton. Do kishim dashur të vazhdonim, por minutazhi na kushtozon. Jo, s'ka problem. Unë gjithmonë i kam thënë të Ardit, edhe unë sa të kem mundësi me mise me shpirt, do ta suportoj këtë televizion, këtë pullum të bardhë të mirësisë që po shfaqet në horizontin shqiptar. Shumë faleminderit. Faleminderit zoti Kristaq. Faleminderit. Ju uroj gjithë të mira, suksese pasi gjithmonë. Respekt për ju, për punën tuaj, për sakrificën tuaj dhe qofti gjithmonë të bardhë e të lumtur. Faleminderit. Atëherë, le të themi në studio tek i ftuari ynë Artan Seko. Çfarë mendoni për nivelin dhe ku ndodhet sot kinemaja shqiptare? Sipas mendimit tuaj. Kemi mbetur gjithë tek batutat, tek personazhet që kanë bërë histori dhe është shumë bukur sepse mendoj që e ndajmë gjithë të mendim që filmat e vjetër godisnin ndryshe. Tashi, ato janë të bukur sepse i kemi bërë ne, i kemi jetuar ne, i kemi parë ne. Ajo që mua më bit është fëmijët tanë, që pavarësisht se unë kam qenë një aktor modest, kam luajtur pak filma për një kohë shkurtër. Këtu në Kanada më thonë mos ke luajtur këtë film, ke luajtur atë film. Edhe unë habitem shumë, sepse unë kam nuk e di se sa dekada pa luajtur. Dhe ata mua shohin në film. Pra në këto filma që ju i quani të vjetër. Përpara se të fillonim emisionin ju kishit një pyetje që aja vlen këto filmat të jepen filmat e vjetër apo jo. Është historia e artit, këj artit i mirë, historinë e muzikës. Tchaikovsky nuk e di sa... Po thuaj se shumë pak dëgjohet sa. Po, por në historinë e muzikës ai është në maja. Po. Dhe unë nuk e di pse dëgjohet pak, por unë dëgjoj shumë. Dhe më pëlqen një stres e revolucionit.
Po, edhe më pëlqen shumë. Pra, edhe historia e kinematografisë shqiptare është shkruar atje dhe do mbetet. Ky emisioni ynë i parë që neve po bëjmë. Ky do hyrë në histori, duam nuk duam ne. Është i bukur, s'është i bukur, unë them që është i bukur, por shumë dekada më vonë, kur neve mbase nuk do jemi më në këtë jetë, për të bëhet historia e televizionit shqiptar në Kanada, mbase dhe televizionit shqiptar në përgjithësi, do përmendet mbase do ky emision i parë. Edhe këto fjalë që ne po themi do shifen. Pse? Sa është histori. Nuk mund të thuhet tash që ato ishin filma të realizmit socialist, është e vërtetë, dhe jo të gjithë filmat ishin të mirë realizuar, por ajo që koha e seleksionoi, ajo do të mbetet gjithmonë. Është realizëm socialist, nuk është realizëm, s'ka pikë rëndësie, është në historinë e kinematografisë shqiptare. Kaq. Një histori që nuk shuhet dhe do të trashëgohet ndër breza dhe është gjëja më e bukur që mund t'i bëjmë, mund t'i dhurojmë njëri tjetrit, edhe sidomos brezave të rinj, sepse kishte një disiplinë ndryshe në ato kohë. Filmat megjithse domethënë në cilën kohë nuk ka fare rëndësi, po disiplina me të cilën punohej, do doja shumë të dëgjoja për këtë, se e shoh që sot jemi në një anarki absolute ku secili bën ç'të doj, jemi në këtë spontanitetin apo nuk e di, sportivitetin, sigurisht artist sportivitetin duhet ta kenë pjesë të tyre, të kulturës tyre, por dhe pak disiplina duhet rriten në një farë mënyre, sepse edhe unë nuk i kam parë filmat e rinj shqiptar, për një kombinim të dyjave që ju thatë, interes edhe kohë. Por shoh që nuk ka më disiplinën, mungon ajo disiplinë të bërit filma siç bëhej në kohën e komunizmit. Ju kishit një numër të caktuar filmash që duhet jepeshin në një rang kohor të caktuar. Ju e dini më shumë. 14 filma në vit, që për mua ishte budallëk, por tregonte seriozitetin me cilin ajo qeveria, ajo parti e konsideronte artin. Por atëherë vërtet punët bëheshin me rigorozitet. Kishin natyrisht artisti gjithmonë rigorozitetin nuk e do që të jetë shumë i madh, por na ndihmonte aq më tepër me teknikën që ishte aq e vjetër, me atë filmin që tash nuk e mendojnë njeriu, domethënë kemi kaq metra film, se na iku filmi nuk që kushton dhe filmi. Dubli parë, dubli dytë, harrove fjalën, çfarë ndodhi, si qysh tek, hajde se. Por tash me teknologjinë e re nuk di se si punohet në Shqipëri, patjetër që këtu punohet me teknologjinë e re, sa e përket disiplinës edhe gjithë këtyre të tjerave, nuk di të them asgjë. Kur të kanë kohë, okay. Që mos harroj. Edhe është detyra juaj që ato filmat do mundohemi. Ato filmat të na jepni që t'i shohim edhe pastaj hajde bëjmë krahasimin. Patjetër, po mos të harrojmë se neve jemi në mëngjes, në emisionin Mëngjes Kanada. U futëm shumë nostalgjik, po fatikisht mendoj që shikuesit tonë duan diçka pak më energjik. Teleshikuesit tonë nuk e dinin fare që kishte 14 filma në vit në kohën e komunizmit. Çfarë rigoroziteti. Po ja do t'i them dhe një gjë tjetër këtë teleshikuesve, që lidhet po me rigorozitetin. Imat, për gjithë ju që e dini, ishte aktor dhe në 2 lindjet time si vajza parë dhe time motre, nuk është lejuar që të na vinte dhe na shite, sepse pikërisht për këtë rigorozitetin që nuk mund të humbej filmi. Imagjino çfarë disipline, nuk të lejonin të shije fëmijën lindjen, ta shijoje lindjen e fëmijës parë, sepse ishte në xhirime dhe nuk ishte asgjë më të rëndësishme, nuk lihej filmi. Mbaroi filmi dhe pastaj 6 muaj e shifje vajzën apo djalin, nuk ka rëndësi. Si t'ja vjen emrin të kësaj? Rigorozitet, Gjerman? Ka një emër më të bukur. Disiplinë e hekurt? Ligji i artit. Ligji i artit. Apo jam gabimi? Tashi, asgjë nuk bëhet pa mundim. Unë di pak se sa jeni munduar ju, pa ai sa di, më vjen keq pri. Ka shumë jeni munduar. Ai sa di unë. Pra,
që të bërë diçka, që të realizosh diçka, duhet mundim, duhet përkushtim. Ju uroj sukses. Faleminderit shumë. Doja të dalim pak në ca momente të tjera. Si fillon jeta e aktorit Artan Seko sot në vitin 2025, mas Covidit? Unë kam dalë në pension, nuk punoj më, qohem kur më del gjumi, zakonisht jo vonë. Dhe mbasi pik kafen e mëngjesit që e bëj vetë për vetë dhe gruan, ulem kompjuter dhe bëj atë punë që i kam caktuar vetes për të mbajtur trurin gjallë në punë. Dhe jam i kënaqur me këtë. Pra e filloj atë punë në orën 9:30 dhe e lën në orën 4. Nuk është punë, realisht punë, por është një detyrë që unë i kam vënë vetes nga ora 9:30 dhe deri në 4, rigorozisht. 5 ditë javës, 9:30 deri në 4. Po të ka marrë malli të zgjosh në Shqipëri? Po të shkosh në Tiranë të ikën truri nga zhurma, por unë e kam provuar këtë, vajta në Konispol. Aty do doja. Vajta në Konispol ndenja 2 javë atje, ai quhet, unë nuk e dija, qyteti dallëndysheve. Unë nuk e di, a i mbani mend juve në Tiranë dallëndyshet Gushbardha. Nuk ekzistojnë më në Tiranë, nuk ka asnjë. Kurse në Konispol ishin kaq shumë, edhe Ciceronin kaq bukur dhe më kujtua jorinia, fëminia ime, mëngjes për mëngjes ato më zgjonin, ishte një krahë. Dallëndyshet Gushbardha në Konispol. Në Konispol. Ishin në Tiranë, ishin shumë të zakonshme, edhe ato ikën dhe i përzun dallëndyshet e zeza, që erdhen më vonë nuk e di, në fillim erdhen në Durrës dhe pastaj erdhen dhe në Tiranë, por nuk ekzistojnë më as ato në Tiranë. Pra në Tiranë nuk kam dallëndyshet, Gushbardha, zeza, dhe nuk kam sorra, çuditërisht. Se unë kam qenë shumë e pasionuar mbas kafshëve. Sorrat janë largu se nga që po ngrihen shqiponet sa më shumë, edhe largon sorrat. Po shiko se janë larguar edhe nga Toronto, nuk ka as në Toronto. Ma po s'kosh në Saskatchewan ka shumë sorra. Interesante. Çfarë ju mungon nga Shqipëria? Më mungon Shqipëria. Nga Shqipëria më mungon Shqipëria. E gjitha ashtu siç është, me të mirat dhe të këqijat e veta. E gjitha. Me problemet dhe të gjitha më mungon. Bukuritë e veta. Ato bukuritë që besoj nuk krahasohen me asnjë vend tjetër të botës. Edhe bukuritë dhe shëmtitë. I dua shumë që të gjitha. Vërtet i dua shumë, do thuar ti çfarë do shëmtis? Shëmtia ime. A i keni menduar ndonjëherë të ktheheni? Për ditë. Jetojmë gjithë nga pak me këtë lloj brenge? Po sikur? Është e shpreha një ditë. Një ditë. Po kur do vijë një ditë? Një ditë. Është megjithatë ne flasim shqip, ne po kujtojmë kohët në Shqipëri dhe më duket gati sikur jemi në një studio të Shqipërisë, nuk më duket fare që jemi në Kanada sot. Është një mëngjes i bukur shqiptar. Kush tha që nuk mund të jetë kështu? Ato dhe një kafe turke. Si që bënin nënat tona, do ta pinim. Do ta pim pastaj. Edhe një kafe turke. Sa mund ka marr malli për çaj mali. Nga ato malet e Shqipërisë. Nga cili? Se ka çaj mali? Ka çaj mali të veriut dhe çaj mali të jugut. A e sheh, unë nuk e di atë. Ndryshojnë shumë njëri nga tjetri, edhe më pëlqejnë të dy, po më shumë më pëlqejnë faktikisht, se të jemi sinqert, unë se kam shiju çajin e jugut, po të veriut, po çaji mali çaj jugut për shembull është kampioni tjetër. Unë tani kam probleme se duhet marr vesh cilin çaj kam pirë. Se nuk e dija që ndaheshin në dy. Mes. Po jo, unë kam një far çaj që më kanë prezantuar si çaj mali
Po tani nuk po e marr vesh a është i veriut apo i jugut. Do ta pim bashkë. Zakonisht është ai i jugut, zakonisht ai që njihet se çaj mali. Shef, se cili ladron. Jo, po ashtu është. Jo. Brenda shakas dhe jashtë shakas. Zakonisht flitet për çajin e malit të jugut. Edhe unë jam habitur vite përpara kur më thënë ky është çaj mali. Ky është çaj mali? Po është çaj mali, po është i veriut. Dhe ishte shumë i këndshëm. Po unë isha mësuar më shumë me këtë tjetrin, me aromën e çajit malit, sidomos ai çaj jugut është. Nëse dalim pak te nostalgjia filmave. Artani ka lidhur shumë filma. Cili ishte filmi që e ruan me nostalgji? Nga rolet e tua. Është filmi i dytë që praktikisht është i pari, sepse ai filmi i parë ishte një rol fare episodik. Appassionata. Pam param pam para ra ram para Filmi Appassionata, aty kisha një rol shumë simpatik, i cili më ngjiti, vërtet më ngjiti. Ata dy regjisorët, pa qenë rahmet se kanë vdekur të dy, ishin djem vërtet mirë. Dhe më lanë dorë të lirë në rolin tim. Dhe praktikisht më njohin nga ai film. Jo se nuk në filmat e tjerë që kanë qenë me role më domethënës, por çuditërisht çfarë moshë në kohë? Unë atë moshë kam qenë 27 vjeç, por luaja rolin e një 20 vjeçari. Dhe në rrugë me atë më njohin. Më trasin me atë emër, kam luajtur role më serioze, askush më thret me atë emër, po me këtë emrin e personazhit të Agronit, me Appassionata. Agrone, jo. Po në i batut nga filmat? Po, ajo batuta pikërisht këtë ky film që më vjen Kristaqi, një nga regjisorët, ishin dy, edhe më thotë se ishte një grindje midis studentëve, ku unë isha shkaktari e atij sherri, edhe vjen profesori Agim Qeriaqi dhe vendos rregull, po një rregull i cili kishte një anë, pra ishte jo objektiv, dhe më thotë Kristaqi, thotë, këtu na duhet një batut, thotë, si t'ja bëjmë, çfarë batute që... Unë i thash, kur zihen elefantët, shkelet bari. Dhe bari ishim ne studentët, ku të elefantët të shkelet bari, dhe ngeli ajo batut që e shoh që kam përdorur edhe më vonë në për studio, në për gjëra këtu, dhe është hera parë që atë. Zihen elefantët, shkelet bari. Shkelet bari. Shumë interesant. Ndryshe thuhet që kur zihen amshorët, shkelmat i han gomerët. Por nuk mund të thonja këtë dhe ishte... Më duket se jemi... Unë me thënë drejtën, kisha kohë që kisha shumë dëshirë ta kisha Artan Seko në studio, edhe në format e tjera, por ishte shkruar që Artan Seko të hapi Mirëmëngjes Kanada me ne. Artana, e keni këmbën e mbar? Unë them se po. Kur hapeshin dyqane të reja në Shqipëri dhe unë hynja, mbas me e hyni shumë të tjerë. Atëherë me këtë shprehje dhe me këtë urim që pas jush të vinë dhe shumë të tjerë të vërshojnë shqiptarët në këtë studio. Do vinë, jam i bindur që do vinë, jeni shumë simpatik, krijoni një ambient artistik. Ajo që ka rëndësi ambienti i këndshëm. Ai që vjen këtu nuk besoj se do ndjehet i kontraktuar, sepse ju jeni kaq lirë, kaq të qeshur. Faleminderit. Shumë faleminderit juve që më ftuat në emisionin tuaj të parë. Faleminderit. Kënaqësi, shumë faleminderit. Të nderuar teleshikues, ky ishte edhe emisioni ynë i parë Mirëmëngjes Kanada me mu Gojard Kodrën dhe Mendi Kabashi. Deri në mëngjesin tjetër, mirupafshim bashkë.